Hyrjet e Trumpit në mandatin e parë, luftën e bëjnë burrat. Edhe Trumpi me djathën, Ukraina me ushtrinë e saj, Turqia, Rusia, Irani, janë vende që nuk merren me agenda, le të themi, dytësore në kohët vështira. To janë agenda luksi. E kanë kuptuar gjithë që janë agenda luksi. Pavarësisht se veshjen e kanë drejtat e njerëzit këtu e drejtat e njerëzit atje, bota ka hec me luftë. Edhe realitetet luftarake që na doli që nuk përballohen dot me retorika të majta liberaliste etj, por përballohen me përgatitje, me ushtri, me armatim dhe me ushtrim të presionit në mënyrë maksimale në radh parë në rrafshin diplomatik e pastaj edhe në rrafshin ushtarak kur duhen që shtetet të arrijnë interesat e tyre, qofshin ekspansioniste, qofshin të një status quo-je, qofshin edhe të mbrojtjes ndaj sulmeve, siç e futa botën në një panoram të gjerë pa emra të përveçëm. Kjo situatë, për shembull, ju mendoni se mund të ndryshojë dhe është për të ndryshuar hartën lindjen e mesme, apo për të zgjuar, le të themi, edhe shtetet europiane, se duhet të armatosen dhe duhet të blejnë armë, se është dhe ekonomi lufta, nuk është vetëm... Lufta ekonomi është, në radh parë. Që ti themi... Po gjë, lufta pos që ekonomi nuk është asgjë gjë tjetër. Futet në historinë e njerëzimit feja, aty këtu, po prap ka interesat ekonomike. Niset nga feja niset. Jo, detyrimisht. Ndonjëherë mund të jetë motiv, ndonjëherë mund të jetë pretekst, po përgjithsisht është ekonomia që dominon. Sidomos në kohën tonë, është budallik pretendosh që është feja ajo që motivon, le të themi, nisjen e luftës, ajo mund të motivojë mbajtjen e luftës nëpërmjet karikimit të elementeve që duhen angazhuar në luftë, domethënë grupeve të interesit, popullatave etj. Duhet më gjetë ushtar. Duhet më fut sa grupacione në luftë për arsye ose për tjetër, dhe feja mund të jetë apo është një prej këtyre interesave madhore. Janë interesat ekonomike. Dhe si Izraeli, si Irani janë dy shtete të cilët në rajon nuk kanë aleat. Kanë bashkëpunim, po jo aleat. Por nuk ka asnjë shtet rajonal, që janë shtete sunite, të cilët ta fusin veten e vet në luftë se popullor që po i digjet barku në njërit për këtyre të dyve. Absolutisht jo. Kështu është besimi im pak. Pra, shtetet sunite rajonale nuk futen në luftë se Irani po goditet. Se nuk kanë interesa përbashkëta me Iranin, siç nuk kanë interesat përbashkëta gjeopolitike me Izraelin. Janë të dobët apo se Irani për shembull jo, nuk kanë interesa. Ka grupacionin e vet. Ka grupacionin e vet, pra ka proksit e vet, por nuk i ka ke sunitët, i ka ke shijet e vet. Kurse Izraeli vetëm gjë që ka bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili bashkëpunim sjell nga ana tjetër rreshtimin e shteteve sunite në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe motivi i tyre është të ruajnë interesat e tyre, interesat të cilat lëndohen shumë në raste përfshirje në konflikt, rëndohen shumë në raste përfshirje në konflikt. Prandaj janë rreshtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e shohin veten natyrshëm, besojnë në këtë bosh, duke pas parasysh në radh parë Turqinë që është antar i NATO-s, por edhe shtetet e tjera, të cilët jo pa dhimbje, sepse kanë pas edhe ato, siç e përmendëm, pranverën arabe, kanë pas Egjipti për shembull, pat një grup shteti që shkoi me jo thjesht zëvendësim, po edhe me eliminim, me dënim me vdekje për Mubarak. Për Mursin. Mubarak u vdiqi. Se Mubarak. Pra, vllazëria muslimane fitoi zgjedhjet nëpërmjet Said Mursit, i cili me grup shteti u dhe pastaj erdhi Al-Sisi në krye. Udhëzuar me Sisin edhe u dënua edhe me vdekje. Edhe Asiria, pastaj kemi Sirin. Pra po ti vesh re të gjitha këto vendet kanë vujt me një farë mënyrë ose me një tjetër. Kanë dhënë viktima në njerëz. Iraku dha mbi 1 milion njerëz. Siria dha qindra mijëra njerëz dhe miliona të shpërngulur. Pra, këta kanë interesat e veta dhe e din që në rast parë një pjesë të madhe të popullsisë sunite e ka lënduar fizikisht, politikisht, ekonomikisht, mënyrën se si Irani do të imponojë pozicionin e vet në rajon. Pra, i pari është Irani që ka lënduar më shumë sunitët,
sepse fizikisht ai ka ndërhyrë me vrasje, me përplasje, me shkaktime luftrash në popullsinë sunite. Pra kemi këtu Sirin, që u mbështet fuqishëm nga Irani dhe që garda revolucionare e Iranit në mënyrë të drejt për drejt ka ushtruar reprezalje dhe vrasje ndaj popullsisë së pafajshme civile sunite në Siri, Irakun. Pra, mund ta pranojmë që është e vërtet që kanë qenë shtetet perëndimore, ato që kanë ndërhyrë në ndryshimin e politikave aty. E sistemit. Po, dorën vrastare e kanë pas Irani? E kanë pas shijat kundër sunitëve, pra ato 1 milion njerëz që u vranë, që u futën në luftë civile në Irak. Me të vërtetë Saddami ishte diktator, në mënyrë të padiskutueshme, por kishte arrit krijonte një lloj ekuilibri nëpërmjet diktaturës së tij. Të bashkjetonin. Bashkjetonin në një farë mënyre, po me atë diktaturën që kishte, vriste njerëz, ushtronte trysni, por unte i farë balancën gjak, le ta themi kështu, po e quajmë shëmtuar është, po hajtë s'kemi që emri t'i vejmë. Pra, në raportet midis sunive dhe shijave, dhe në raportet midis arabëve dhe kurdëve, kishte gjetë lloj mesatarje, duke ushtruar dhunë, duke ushtruar favore, duke krijuar ato mënyrën se si funksionojnë diktaturat, kishte gjetë një status quo. Dhe status quo në momentin që u prish, ishte një lloj revanshi shijave, se kurdët u morën në veten e vet. Nuk patën ekspansion të përgjakshëm në drejtim të shijave apo në drejtim të arabëve. Çdo lloj drejtimi fetar qofshin. Ato bëjnë Kurdistanin në zonën e Irakut verior si njësi autonome, kanë ato interesat e veta, edhe vazhdojnë punën e vet. Ama konflikti, përplasja fizike midis grupeve, qofshin këto me orientim politik ose jo, të shijave dhe të sunive, bën përgjakje në Irak, bën përgjakje në Siri, po bëjnë përgjakje sot në Yemen, bëjnë përgjakje nëpërmjet Hizbullahut në Liban. Pra, ky është aktori kryesor që i bezdis dhe i mërzit në mënyrë të përgjakshme sunitët komshinj. E më pas vjen Izraeli, i cili e ka të kufizuar ekspansionin e tij të përgjakshëm nëpërmjet genocidit pa diskutueshëm Gaza, po që po të numërosh fatkeqësinë e jetëve të humbura në Gaza dhe në bregun perëndimor, nuk mund të arrin jetët e humbura që kanë pas sunitët në përplasje me grupacionet e orientuara dhe drejtuara nga Irani, shiite në